Policia e shtetit ka arrestuar një 53 vjeçar I cili ishte kthyer në makthen në fshatin Kosmaç të Vau-të-Dejes. Ardian Garubi raportohet se ditën e djeshme ka goditur me grushte 28 vjeçar dhe e ka ndjekur me thikë në dorë për disa minuta. Dje ka kallëzuar një 28 vjeçar se ky shtetas e ka goditur me grushte dhe e ka ndjekur me thikë në dorë për disa minuta, informoi policia e shtetit. Gjithashtu Ardian Garubi është denoncuar nga një tjetër person se I kishte dëmtuar pronat dhe e ka kërcënuar me sapat, atë si dhe familjarët e tij. Sipas 63 vjeçarit I arrestuari I ka thyer xhamat e furgonit dhe të vertratës së dyqanit, si dhe ka dëmtuar një automjet tjetër gjatë muajve prill shtator 2025. Ndërsa në 23 shtator ai e ka konstatuar 53 vjeçarin në afërsi të banesës së tij, duke mbajtur një sapat në dorë. Gjithashtu ka kallëzuar një 63 vjeçar se gjatë muajve prill dhe shtator 2025, shtetasi AG I ka thyer xhamat e furgonit dhe të vertratës së dyqanit dhe ka dëmtuar një automjet tjetër, ndërsa në datën 23/9/2025 e ka konstatuar 53 vjeçarin në afërsi të banesës së tij, duke mbajtur një sapat në dorë, raporton policia e shtetit.